Cloud AI, një inteligjencë artificiale e zhvilluar nga Anthropic, po fiton gjithnjë më shumë përdorim në mbar botën, veçanërisht në ambientet e punës ku përdoret për shkrim, programim dhe analizë të dhënash. Ky chatbot i ngjashëm me ChatGPT përfaqëson një nga zhvillimet më të avancuara në fushën e inteligjencës artificiale. Visual Capitalist, përdorimi i cloud ndryshon ndjeshëm nga një vend në tjetrin, bazuar në raportin midis përdorimit real dhe atij të pritshëm sipas popullsisë në moshë pune. Në këtë renditje globale me 116 shtete, Shqipëria pozicionohet në vendin e 67, duke treguar një nivel mesatar përdorimi. Në rajon Serbia renditet më lart, në vendin e 40, ndërsa Maqedonia e Veriut në vendin e 49. Nga ana tjetër, Bosnia-Hercegovina mban vendin e fundit në rajon për përdorimin e këtij modeli të inteligjencës artificiale. Në nivel global, Shtetet e Bashkuara kryesojnë për numrin total të përdoruesve, ndërsa vende si Izraeli, Singapori dhe Korea e Jugut dallojnë për përdorim të lartë për frym. Në veçantë, Korea e Jugut renditet ndër vendet me adaptimin më të lartë për frym, ndërsa Australia, Kanadaja dhe Zelanda e Re gjithashtu shfaqin nivele të larta përdorimi. Shumica e vendeve me performancë të lartë ndodhen në Amerikën e Veriut, Europë, Oqeani dhe pjesë të Azisë Lindore. Interesant është edhe rasti i Maltës dhe Gjeorgjisë, të cilat renditen në 20 vendet e para fal zhvillimit të ekosistemeve të inovacionit dhe përpjekjeve për të integruar inteligjencën artificiale në institucionet e tyre. Në fund të listës renditen vende si Tanzania dhe Angola, të cilat shfaqin nivelet më të ulta të përdorimit të cloud, duke reflektuar diferenca globale në aksesin dhe zhvillimin teknologjik. Në përgjithësi, të dhënat tregojnë se përdorimi i Cloud AI është më i lartë në vendet e zhvilluara dhe ato me ekonomi më të fortë digjitale. Shqipëria, megjithëse në një pozicion mesatar, tregon një prani të qëndrueshme në përdorimin e kësaj teknologjie në raport me vendet e tjera të rajonit.